Pas një varg letrash përmes adresës elektronike që u shkëmbyen mes Ministrisë së Mjedisit dhe Komunës së Ferizajt, për vendimin e revidimit të planit për zonat 1 dhe 8 të qytetit, komunarët e Ferizajt më në fund biseduan me ministrin Ferit Agani sy me sy. Sipas drejtorit urbanizmit Faj Grajinca, refuzimi për të dytën herë i vendimit në fjalë nga ana e ministrisë nuk ka kurfar baze, po është çështje politike. Ai madje tregoi se gjatë takimit me ministrin Agani, ky i fundit as që ishte njoftuar me këto refuzime që i bëri Ministria Mjedisit. Madje Grajinca thot se në bazë të ligjit të pushtetit lokal, ku vendet komunale mund t'i zbatojnë vendimet e veta, pa i përfillur fare rekomandimet e ministrisë. Por po them është një proces tashmë i banalizuar, por si do të qoftë neni 82 i ligjit mbi qeverisjen lokale në mënyrë decidtive thotë se komunat nuk kanë obligim që të respektojnë rekomandimet e ministrisë. Nëse ministria është e pakënaqur, ministria mund çështjen ta çojë në gjykatë. Jo ne, po le ta çojnë ata, nuk është kurrë problem. Këto rekomandime zbaton apo nuk zbaton është i thirrur kryetari, është përgjegjës kryetari i komunës. Po të isha përgjegjës unë e kam thënë publikisht se nuk do ta respektoja, për arsye se është rekomandim dhe janë vendimet të inspeksionit që janë kundërshtim me ligjin. Dhe nuk do ta respektoja, absolutisht. Nëse gjykata, nëse ministria mendon se unë nuk kam drejt, lëndën mund ta çojë në gjykatë. Kështu e precizon ligji mbi qeverisjen lokale. Por, po them, tash varet krejtësisht prej kryetarit. Derisa Grajinca thot se rekomandimi i ministrisë nuk është i qartë se çfarë tjetër kërkohet nga komuna për këtë vendim, kryetari Ferizajt numëron një varg dokumentesh që sipas tij nuk i janë dërguar Ministrisë së Mjedisit bashkë me vendimin e kuvendit komunal për revidimin e këtyre zonave. Mendim ndryshe nga Grajinca, kryetari ka edhe parat se çfarë do të vepron komuna më tutje. Sfarqa thot se do t'i përfill rekomandimet e nivelit qendror. Ne do ta përfillim të kërkesat që i parashtron një nivel më i lartë se sa niveli komunal është në obligimin edhe ligjor sipas ligjet të qeverisjes lokale që kryetari i komunës do të zbatojë rekomandimet e nivelit më të lartë. A do të jetë pikë rënd ditës në mbledhjen e ardhshme? Jo, ne kemi para vetes akoma për të punuar bashkë me ministrin edhe me stafet tona që i kemi caktuar dhe mendoj që vendimi do të merret tek në fundin e javës së ardhshme, se a do të kalojë prapë në kuvend apo do të mjafton kjo bashkangjitje e dokumenteve shtesë të cilat i ka kërkuar ky grup punues, e cilat shihet që nuk i ka pas, por që në fakt i ka pas komuna dhe i ka ato, janë përfill domethënë gjitha procedurat. Asnjë procedurë tjetër këtu nuk kontestohet. Ndërkaq për padin që tashmë ka bërë një ndërtues për pezullimin e punimeve, pushtetarët Ferizajas nuk e kanë fort dert. Unë jam tepër i bindur se gjykata do të vendosë në favor të palëve, për arsye se çdo veprim i ministrisë prej momentit kur ne kemi aprovuar planin, domethënë prej muajit dytë të këtij viti, çdo veprim më të thjeshtë e ministrisë është kundërshtim me ligj. Aplikoni gjykata? Absolutisht. Edhe në dëm të komunës? Absolutisht. Asnjë shans nuk e ka që gjykata me vendosë në dëm të komunës. Pezullimi i përkohshëm nuk do të thotë që dikujt i merret leje, por i kufizohen punimet, për shembull derisa gjithçka të legalizohet. Ju nuk keni drojë nëse do të humbë komuna mjetën këtë rast? Nuk besoj që do të ketë, për shkak se edhe kështu ne po hyjmë në një fazë kur ndërtimtarët gjithsesi do të pushojnë. Drejtues të qeverisë lokale paralajmëruan se ditët në vazhdim do të mbajnë më shumë takime me Ministrinë e Mjedisit në mënyrë që për vendimin e revidimit të zonave 1 dhe 8 të qytetit t'i kompenzojnë të gjitha mangësitë pa u marrë kuvendi fare më me këtë çështje.